Nga 1 qershori, kompanitë e mëdha kanë dalë në treg të hapur të energjisë elektrike. Kësaj, bizneset që kanë më shumë se 10 milion euro qarkullim në vit paguajnë rrymën me tarifa jo të rregulluara. Sipas ligjit për energji elektrike, këto biznese është dashur të zgjedhin vetë se nga cila kompani dëshirojnë të furnizohen me energji elektrike. Kjo pati sjell ankesa të shumta nga bizneset, të cilat ju janë drejtuar edhe institucioneve të drejtësisë. Sipas Odës Ekonomike të Kosovës, pasojat e liberalizimit të energjisë elektrike vetë se janë duke u vërejtur. Fakturat bizneset i kanë pranuar me rritje dhe danat e Agjencionit Statistikave të Kosovës tregojnë që inflacioni ka kaluar mbi 4.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kur kemi pas daljen në tregun e lirë ose rritje të fakturave të energjisë elektrike. Kjo i ka varfruar dhe qytetarët janë duke e vërejtur tani përmes inflacionit. Shihni danat e fundit para 2 ditë që janë publikuar nga Agjencioni Statistikave të Kosovës, produktet bazë ki rritje në 16, 17, 18%. Dhe kjo më së miri dëshmon që një ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e inflacionit është dalja në treg të lirë apo rritja e çmimit të energjisë elektrike. Nga Oda Ekonomike ka bërë të ditur se me 5 nëntor do të përballen me zyrën e rregullatorit në Gjykatën Supreme. Sipas kryetarit të kësaj ode, liberalizimi i energjisë elektrike ka ndikuar edhe tek investitorët e huaj. Dalja në treg të lirë aq shpejt nuk është një element që ka ndikuar motivues për me ardhur investitorët e huaj me investu në Kosovë. Tani çështja e energjisë elektrike paralel me çështjen e sigurisë, me mosndërmarrjen e reforma, është bërë një jo element motivues për të ardhur për të investuar në Kosovë. Kurse sipas ekspertit të energjisë elektrike, Vezir Rexhepi, Kosova ende nuk i ka plotësuar kushtet për daljen në treg të lirë. Këtë periudhë kohore që ne flasim, mendoj që ende nuk i ka përmbushur gjitha kriteret, duke pas parasysh edhe kapacitetet që ka Kosova në prodhimin e energjisë elektrike, pra vlefshmërinë e prodhimit të energjisë elektrike dhe ofertat e mundshme me kapacitetet të mjaftueshme për kërkesën, pra që nevojitet për mbulimin e konsumit, sidomos të konsumatorë, pra që janë në treg të hapur, pra. Sipas tij, faturat e bizneseve pritet të rriten gjatë dimrit kur konsumi është më i madh. Gjatë dimrit kuptohet se kërkesa shumë e madhe edhe e konsumatorëve të zakonshëm ambicioner, por edhe atyre industrial, pra edhe atyre shërbys dhe gjithë konsumatorët që janë në tregun e hapur. Edhe besoj se kjo varet edhe shumë edhe nga faktorët e jashtëm, pra se si do të qëndrojë aspekti i çmimeve në tregun ose në bursën energjetike në Evropë, pa diskutim, por unë mendoj se kërkesa është shumë e madhe gjatë dimrit dhe besoj që mund të ketë edhe vështirësi, por mund të ketë edhe rritje të çmimeve gjatë periudhës së dimrit, duke pas parasysh gjithmonë edhe ofertën ose mundësinë ose mbulimin e kapaciteteve që ofron vlefshmëria e burimeve energjetike në Kosovë. Bizneset dy herëdhazi kishin organizuar protest duke kundërshtuar kështu daljen e menjëhershme në treg të lirë pa një fazë të tranzicionit.